Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka ngritur një padi kundër BBC-s për një redaktim të fjalimit të tij me 6 janar të vitit 2021. Donald Trump e akuzon BBC-n për shpifje. In a little while you'll be seeing I'm suing the BBC for putting words in my mouth, literally they put words in my mouth. They had me saying things that I never said coming out. I guess they used AI or something. Ndërkaq BBC-a i kërkoi falje presidentit muajin e kaluar, por hodhi poshtë kërkesat e tij për kompenzim dhe nuk u pajtua se kishte ndonjë bazë për pretendim për shpifje. Ekipi ligjor i presidentit amerikan pretendoi se BBC-a me qëllim keqdashje dhe mashtrim e modifikoi fjalimin e tij të 6 janarit të vitit 2021. Trump tha muajin e kaluar se planifikonte të padiste BBC-n për dokumentarin i cili u transmetua në Mbretërinë e Bashkuar përpara zgjedhjeve të vitit 2024 në SBA. Mendoj se duhet ta bëjmë, u tha Trump gazetarëve për planet e tij. Ata mashtruan, ata ndryshuan fjalët që më dolën nga goja. Në fjalimin e tij me 6 janar 2021 përpara një trazire në Kapitolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Trump i tha një turme: "Ne do të marshojmë drejt Kapitolit dhe do të prohorosim për senatorët, kongresmenët dhe kongresmenet tona të guximshme." Më shumë se 50 minuta më vonë në fjalim ai tha: "Ne do të luftojmë fort deri në fund." Në programin Panorama një klip e tregoi atë duke thënë: "Ne do të marshojmë drejt Kapitolit dhe unë do t'jem atje me ju dhe ne do të luftojmë deri në fund." BBC e pranoi se redaktimi kishte dhënë përshtypjen e gabuar se ai kishte bërë një thirrje të drejtë për veprime të dhunshme, por nuk u pajtua se ai kishte të bënte një pretendim për shpifje. Me padin, Donald Trump po e çon betejën e tij kundër medias për te kufive amerikan. Në Shtetet e Bashkuara, presidenti i ka shpallur prej kohësh luftë medias, duke etiketuar atë vazhdimisht si armik të popullit dhe duke ngritur një sërpadish kundër New York Times, CBC dhe Wall Street Journal të mikut të tij, nga i cili ka kërkuar $1 miliard.